Rruga e amortizuar që të çon drejt pikës turistike të Gurzezës në cakrën të Fierit dhe shpopullimi i fshatrave përreth kanë bërë që dita e verës, e cila përkon dhe me ditën e Babar Refatit, të festohet në një atmosferë të vakët dhe pjesëmarrje të ulët krahasuar me vitet e mëparshme. Banorët pohojnë se nëse rruga kërkesë e hershme e tyre do të ishte rikonstruktuar dhe do të shoqërohej me sinjalistikën orientuese përkatëse, pjesëmarrja do të ishte më e lartë e madje nuk do të mungonin as turistët. Gjithë cakra këtu do ishte, edhe Fieri mos tani. Po s'ka rrugë. Që të beharikëzuar dhe e ndjekim gjithë një këtë vim shpesherë se si vendi mirë edhe i përshtatet ti vendit, po që ka edhe mungesa, ka edhe pa plot dëshira me vjerë që s'plotësohen, jo rruga, jo gjera, jo tjetra, po që me gjithate, sa mundësi që kemi, jemi bashkuar. Ne kemi bërë, që disa herë kërkes, ndash nga komuna, ndash nga bashkia, po nuk ve njeri dorë. Do rrugër atë pakur sa Shoqi dhe çdo gjë pastaj mund të rregullohet. Por pavarësisht vështirësive, 10 banorë të zonës janë bashkuar festës e cila shoqërohet me kurban ndezje që rinj pranë të ashtu quajtërit vendi shenjtë dhe falje e lutje në Teqen 400 vjeçare të Babar Refatit, ku janë shprehur dhe urimet për verë të gëzuar e mbarësi për të gjithë. Një festë mrekullueshme edhe për shumë vjet na gëzuar. Verë mbarësi qoftë gjithmonë. Uroj për ditën e verës të gjithë besimtarëve mbarësi, lumturi në çdo shtëpi të kenë. Jemi munduar nga patosi, fëmijët kanë ardhur nga Suedia edhe po festojmë këtu. Gëzuar për gjithë shqiptarët. Segmenti rrugor prej 4 kilometrash tërësisht i amortizuar është përshkuar me këmbë, hajvan, automjete e deri tek traktorët. E megjithatë, terreni i thyer kodrinor, rrugët prej dheu dhe pamjet e mrekullueshme të natyrës në çdo anë e bëjnë Gurzezën një atraksion ideal turistik dhe të dashur për banorët e zonës, të cilët ditën e verës e konsiderojnë si ditë pelegrinazhi.